Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike në Kosovë, e cila po shkon drejt zgjedhjeve të treta brenda këtij viti, pas atyre të nënshkurtit të këtij viti dhe zgjedhjeve lokale. Tani do kemi sërish zgjedhje të përgjithshme parlamentare të parakohshme, të cilat do të zhvillohen në 28 dhjetor, pra në fund të vitit. Kosova do të zgjedh qeverinë e re, ndoshta me shpresën e madhe për të dalë nga kjo krizë që ka kapluar prej gati një viti. Po për të folur për situatën atje në pushtetin qendror dhe atë vendor, kemi të ftuar zotin Murat Makolli, njohës i zhvillimeve politike, me të cilin kemi biseduar edhe shpesh herë dhe në të kaluarën për situatën atje. Zoti Makolli, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit. Zoti Makolli, çfarë në një nga postimet tuaja në Facebook ju hiti një ide interesante që diasporat të mos përdoret pra në këtë mënyrë, por të ketë vendet e saj të rezervuara. Dhe për këtë i bëni një thirrje presidentes Osmani. Mendimi im personal sa i përket zgjedhjeve qendrore me 28 dhjetor 2025 është që Mërgata në përgjithësi është shfrytzuar nga partitë subjektet e politike të Republikës Kosovës në përgjithësi, dhe asnjëherë nuk ka marrë një shpërblim i cili të ketë përfaqësues të vet në Parlamentin e Republikës Kosovës. Është folë shumë që Mërgata na duhet, Mërgata realisht është motori kryesor i shtetit të Republikës Kosovës, sepse kemi miliona dërguar në Republikën e Kosovës nga mërgjimtarët tonë për familjar dhe shërbimeve tjera. Dhe kështu që Mërgatës nuk ju ka kthyer asnjë gjë mbrapa në të mirën e saj. Dhe në atë shkrim dhe në atë ide të cilën e kam bërë publike në rrjetet sociale, ka qenë që SPAKU, partitë politike të cilat synojnë Mërgatën, të futin në listën e tyre SPAKU dhe kandidat nga Mërgata. Dhe njëkohësisht i kam bërë thirrje presidentes që ta merr shumë seriozisht pse lista sërbske të ketë 10 vende të rezervuar dhe Mërgata, e cila është motor kryesor i shtetit të Republikës Kosovës, sa i përket pjesës financiare, po folim edhe shumë gjërave tjera, mos t'i ketë ato 10 vende. Kjo është një diçka që mu më pengon realisht edhe si qytetari i Republikës Kosovës. Më shumë ka përfituar vetvendosja nga Mërgata dhe përveç kësaj si janë raportet e partive tek njerëzit që kanë përfshirë. Pra kush ka përfshirë më shumë individ nga Mërgata në lista? Flasim për zgjedhjet e fundit të 9 shkurtit. Me 9 shkurt ne kemi pas disa persona të përfshirë në listat e subjekteve politike, por që nuk janë mjaftueshëm. Realisht nuk janë mjaftueshëm sepse Mërgata ka personalitete ndryshme në përgjithësi, kudo që janë, ka personalitete ndryshme dhe njerëz shumë ma kompetent në aspektin politik dhe në aspektin e përfaqësimit të Mërgatës. Unë i kam pa disa njerëz, kanë fituar disa, kanë bërë vota, dihet kuptohet se si kanë bërë vota, në 9 shkurt më së shumti nga Mërgata realisht nuk ka fituar vetvendosja, por ka fituar LDK-ja. Dhe se si janë fabrikuar dhe në çfarë forme, prokuroria ende nuk ka jap një verzion, sepse është pa kuptim një votë e tillë, jo që vetvendosja, por ose PDK-ja, por një votë e tillë e fabrikuar dihet plotësisht ka pas një tren bullgar në votimin. Tren bullgar pra që te ka bërë LDK-ja, po më thoni? Po, kam bërë, me ta thonë drejtën, kam bërë përfaqësues cilët janë diplomatik në Republikën e Kosovës dhe gjithsesi në misione diplomatike, po që janë në petkun e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kam bërë një diçka që unë e di fort mirë se si ka ndodhur, dhe e din edhe prokuroria, e din edhe qytetarët, dhe kështu që
ne nuk kemë nevojë me mohu as me i pohu realitetin, sepse realiteti është i Ju dukshëm. thoni që të gjithë e dinë përveç drejtësisë. Po, unë shpresoj që prokuroria të merr masat e nevojshme, sepse kuptohet se si dhe çysh është zhvilluar votimet si në Stuttgart apo në Zvicër për LDK-n, dhe si janë pri dhe si kanë bërë votimet. Njerëz që në regjistru për shembull në votu me post, me pastaj në përfaqësi diplomatike, me pastaj ju kanë ndryshuar votimi është bo me post, dhe këto duhet prokuroria speciale ushdisht të merr masa, bashkërisht me komisionet tjera, edhe brenda Komisionit Qendror Zgjedhor, dhe të shikojnë se si dhe në çfarë forme është bërë votimi. Nuk jam kundër ndonjë përfaqësuesi të mërgatës që fiton, unë përkundrazi respektoj dhe mendoj se sa më shumë nga mërgatat kemë kandidat dhe përfaqësues në Parlamentin e Republikës Kosovës është më mirë edhe për skenën politike, sepse mendohet ndryshe, kuptohet ndryshe dhe veprohet ndryshe nga të tjerët për shkak emancipimit dhe kulturës tjetër të cilën e kemë realisht në Mërgim, sepse në Mërgim nuk kanë ndryshuar skenat e çështjeve nacionale kombëtare, ndërsa në Kosovë kuptohet sepse kanë interesen politik grupor dhe në bazë të atij interesi veprojnë. Megjithatë, ajo që ndoshta ka ndodhur atëherë, pra dyshime që ju keni në nënshkurt, nuk do ndodh tani sepse zgjedhjet u lanë për në fund të vitit, festat e dhjetorit, natën e ndërimit viteve, që shumica, një pjesë e madhe e mërgatës kthehet në vetëlindje. Edhe në atë rast edhe mund të votoj. Kështu që i bie që nuk do kemi shumë dyshime. Realisht dyshimet çdo herë do të hetohen. Dhe hetimet i bën policia me urdhër prokurorisë dhe komisionet e tjera. Unë shpresoj që mërgata të vetëdijsohet, votoj, por mos të votoj për subjektet politike, po të votoj për përfaqësuesit e vet, të cilat subjektet politike do duhej të i futin në listat e tyre për kandidat Parlamentit të Republikës Kosovës. Dhe për këtë arsye i bëj thirrje mërgatës që të synoj përfaqësuesit e vet, kudo që janë, qofshin LDK, PDK, vetëvendosje, të votoj përfaqësuesit e vet, i kemë përfaqësuesit e vet në Parlamentin e Republikës Kosovës, sepse vetëm ata përfaqësues mund të përfaqësojnë mërgatën më së miri. Dhe mund ndryshohet shumë gjëra në Parlamentin e Republikës Kosovës. Unë pres një ndryshim Parlamentin e Republikës Kosovës. E prisni dhe kërkoni të vinë nga jashtë, por tek listat që po hartohen tani, ka një ndryshim të madh nga ajo që po shikoni deri tani? Pra, do jenë po të njëjtët ata që ishin në zgjedhjet e nënshkurtit, pavarësisht faktit që do mund të ketë tek këtu ndonjë koalicion dhe lëvizjen e emrat, pra janë të njëjtët individ ata që pritet të jenë në parlament? Besoj që atë që po e thoni ju mund të kemi, por subjektet politike nuk do duhet të veprojnë me të njëjtit kandidat për deputet që i kanë 3-4 mandate. Do të rifreskohen listat, do duhet të futin emrat e rinje, për atë arsye kam bërë thirrje që të kenë 10 kandidat çdo parti politike në listat e tyre, sepse me u fresku dhe me u besu qytetarëve dhe njerëzve të ri, sepse kanë kapacitetet e tjera. Ne nuk fokusohen në intereset e tyre personal, po fokusohen në intereset nacional. Fokusimi i kandidatëve për deputet të Republikës Kosovës deri më tani është bërë për interesa grupore, politike dhe interesa personale. Asnjëherë për interes, shumë pak kandidat ka ose deputet, ish deputet që kanë shikuar interesat nacionale dhe kombëtare. Dhe për këtë ajo më pengon shumë, sepse individ dhe partit politike në
dekada ose pjesën tjetër mund të lihen anësh, të largohen nga skena politike, por Kosova dhe Shqipëria mbeten të njëjtat me shekuj. Dhe për atë arsye i bëj thirrje gjithë atyre kandidatëve që mos veprojnë për interesa personale, mos veprojnë për interesa grupore politike, por veprojnë në të mirën e qytetarëve dhe vetë vendit Republikës Kosovës. Për të ndryshuar një gjë të tillë, do duhet të kem kandidat nga Mërgata, dhe ata do të bëjnë edhe ndryshimet e tjera, sepse tani më nuk do t'i humshim miliona nga Bashkimi Evropian, nuk do të kishim kriza në vend. Do një presion edhe brenda gjitha forcave. Një presion Unë mendoj që për publikin nuk do t'ja bëj edhe për vetë personin të cilën është ka qenë kandidat dhe deputet, është nga Mërgimi, dhe ai deputet ka bërë thirrje që të votohet qeveria deri në muajin prill, dhe zhbllokohet buxheti, të mirën çështjet e mira nga Bashkimi Evropian për qytetarët e Republikës Kosovës, por subjekti politik i tina e ka penalizu dhe nuk e ka leju realisht që të veprohet me tutje për zhbllokimin e vendit. Dhe kjo është ajo që Mërgata mund ndryshon. Sepse një dhe mund të izolohet, po të ishin 10, siç mendoni ju, ta mund bënin ndryshimin. Po kjo është ato që e kërkoj. Ta shikojmë nga shumë vite më parë, një shekull më parë. Dhe kemi për shembull shpalljen e pavarësisë Shqipërisë me 28 ditën e kombëtare, do në flamurit kombëtar, 28 nëntor. Po ta shikojmë atë dhe të mendojmë qytetarët e Republikës Kosovës, Shqipërisë, gjithë kombi shqiptar, mendojnë mirë dhe të shikojnë çështjen historike, është ajo Mërgata, që e ka bërë edhe Shqipërinë, e ka bërë edhe Kosovën. Dhe çfarë kanë bërë as Shqipëria, as Kosova s'kan bërë asgjë për Mërgatën. Nuk ke përfaqësues politik nga Mërgata në Parlamentin e Republikës Shqipërisë. Në Kosovë janë disa, të cilët janë me individ, dhe nuk kemi një informacion të kandidatëve për 10 veta në listat partive, subjekte politike. Në kjo më pengon shumë, sepse Mërgata është promotori kryesor. Po nuk i duan njerëzit. Por tek koalicionet e ajo që presim tek Risit, kush mendon që po i trembet më shumë PDK-s në këto zgjedhje? LDK apo vetëvendosja, sepse kemi ndryshimin e kryetarit, kemi ca aleanca të reja që po bëhen, nuk e di, Lima i duket sikur është merkato, nga do anoj, LDK-ja apo PDK-ja, është folur edhe për AK-n, Ramush Haradinajt, pra mendoni që këto do i mbledh gjithë krau i luftës apo jo? Unë mendoj që PDK-ja ka me pas një ngritje të lehtë, por mas shumti nga këto koalicione do të rrezikohet LDK-ja, sepse vetë LDK-ja ka qenë një subjekt politik institucional realisht që nuk ka bllokuar deri me tani me kryetarin Lumner Abdigjiku. Në kohën e kaluar ka qenë promotore e shtetformimit institucioneve dhe zhbllokimit të vendit pa marrë parasysh, nuk ka shikuar interesa personale. Fitoi 60% edhe prapë e ndau pushtetin. Po, thom këtë sepse presidenti Ilir Ibrahim Rugova ka qenë një njeri institucionalist i cili nuk ka bllokuar popullin, nuk ka bllokuar qeverinë, nuk ka bllokuar parlamentin. Dhe tani më kemi një kryetar të ri, të cilën përfason LDK-n, por mendoj që nuk është vetë LDK. Kur e them këtë është sepse nuk përfaqëson partinë të cilën e ka formuar presidenti Ilir Ibrahim Rugova. Është një tjetër subjekt. Po një paralem, domethënë po bën një parashikim që pas zgjedhjeve mund ndjek fatin e Krasniqit, Memli. Por unë mendoj ashtu sepse për Memlin Krasniqi po ashtu pa ta bënë një postim në mbrëmje
dhe për datën e radhë, si që shujtë kryetari kuvend komunal në Dranacit, zotëri Ramez Ladrovci, dhe nestrit e dha dorëheqjen, nuk e di, ndoshta e ka parë dikur, por nuk e di, dhe dha dorëheqjen, por mënyrës desh të jap dorëheqjen qysh më herët, sepse për shembull Fush Kosova të humbët dhe Obiliqi, janë dy komuna të cilën ka qenë promotor kryesor të LDK-s. Prishtina kuptohet se si u fituan nga LDK, duke u bashkuar gjitha subjektet PDK, AK, Nisma, iniciativa për Prishtinën edhe shumë tjerë, dhe me pastaj dul dikun rreth 1900 sa votave diferenca ishe me bashkimin e gjitha këtyre. Dhe sot Prishtinën e kemi të bllokuar. Por mendoj që zotëri Abdigjiku realisht e zgdash me dhënë dorëheqje dhe përfaqësimi politik i LDK-s është dashur të mirët nga promotorët e hershëm të LDK-s dhe jo nga njerëz të rinj të cilët diktohen nga ish kryetari Isa Mustafa. Ndoshta këtu pastaj po thoni që mund jetë pasuesi i tij dhe përparim Rama. Por në drejtim po shkon, por përparim Rama ka probleme ligjore me prokurorinë, dhe besoj që në kohën jo shumë të largë do të kemi edhe pjesën publike për opinionin dhe do të shikojmë se ku do të rrjedhin gjërat, sepse ato 35 milion ministri Murati nuk i qiti, por nuk ishte nevojë mi kalue realisht, por kishte nevojë që kuvendi komunal me miratu buxhetin dhe me kalu. Përpara se të shkojmë te problemet e buxhetit Prishtinës, si është bllokuar dhe nga trafiku, mjet një parashikim për zgjedhjet, ne do flasim prap, por për situatën aktuale që ju keni fotografuar, pra si ndryshon vetëvendosje PDK, LDK, por dhe dy partitë e tjera. LDK-ja do të ketë një romje. Në gjykimin tuaj vazhdojnë ta mbaj vetëvendosja, do të vazhdoj pra me të njëjtën përqindje apo me rritje? Do të shikojmë se si do të rrjedhin gjërat. Unë e kom jep një opinion timin, që cekom edhe më herët gjatë intervistës, rolin kryesor për ngritjen apo zbritjen e poenave ose votave politike e ka Mërgata. E cila do votojnë 28 se është aty, edhe kjo në gjykimin tuaj shkon në favor të Kurtit. Po, unë e parashoh edhe ashtu, por mbolet edhe nga ish kryeministri, tani kryeministri në detyrë, zotëri Albin Kurti, se si do të vepron me listën, formimin e listës, a do të fut ata 10 kandidat nga Mërgata, dhe si do të veproj. Kjo është pozicionin e tina, në dorën e tina, njëkohësisht edhe për Vedri Homzën, sepse kam respekt edhe për të. Është një njeri i pakorruptueshëm dhe i cili deri më tani ka bërë veprimet e veta politike. Ka mbledh ka ofruar disa njerëz, ka pajtuar për shembull Ramizin, Samin, edhe pajtimi i madh, edhe ka ofru po ashtu tani një ish deputet të vetëvendosjes, lista për familjen, Eman Rahmonit, që unë mendoj që nuk do të ketë vota për të hyrë në Parlamentin e Republikës Kosovës, për shkak se Eman Rahmon në vitin 2019 ka qenë opinionisti kryesor që ka kundërshtuar PDK, dhe shoh diçka që PDK-ja mund më arrit një pozicion më të mirë se deri më tani, por prap do të kemi një skemë politike. Kriza do vazhdoj pa koalicion të madh, nuk ka zgjidhje. Kjo ajo që deri më tani kemi parë nga shkurti deri më tani, është vetëvendosja ka primatin politik për shkak veprimeve të cilat i ka bërë në veri dhe në gjitha çështje tjera. Deri më tani kemi po edhe
për shembull listën srpske që ka kundërshtruar stemen dhe bishkrimin e Republikës e Kosovës dhe tani më ata i drejtohen edhe kuvend komunal për ftesa dhe çdo gjë me emërtimin e Republikës e Kosovës dhe vulën dhe stemen e Republikës Kosovës dhe kjo është një diçka që realisht e ka bërë qeveria Kurti. I ka meritat e sajna, i ka meritat e lëvizjes turës, i ka meritat e ndjekjes grupeve kriminale nga veri i Mitrovicës, dhe pse realisht lista srpska kuptohet që është arteria kryesore e grupeve terroriste në pjesën veriore të Mitrovicës dhe pa largimin, pa votimin e gjitha subjekteve politike dhe gjykata kushtetuese me bë që lista srpske mu shpoll në parti e cila ekspozon ose miraton, bashkëpunon me terrorizmin dhe mu shpoll parti antikushtetuese. Sepse dha e tillë është, ne kemi parë edhe nën kryetarin Slavko Simiqi, që për mua është njeriu kryesor i dyshuar, që ka programuar bashkërisht me Radojqićin në planin e Banjskës dhe që ka qenë pjesëmarrës. Në momentin që ti bashkëpunon dhe je pjesë e çatij grupi ti edhe pjesëmarrës në sulmin e Banjskës dhe sot ulen Parlamentin e Republikës Kosovës, nuk hetohen nga prokuroria dhe nuk mirën masat e tjera. Për mua është diçka që pa logjikshme, jashtëligjore dhe kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe me atë që ka luftuar populli i Republikës Kosovës bashkërisht me Ushtrinë Shqiptare të Kosovës dhe NATO-n përgjithësi për shpalljen e pavarësisë dhe lirimin e vendit. Nuk kemi nevojë për këto njerëz në Republikën e Kosovës, nëse ata dojnë me bëj diçka, ne të shkojnë në Serbi dhe ne të vazhdojnë, por jo në Republikën e Kosovës. Por kjo si simbol i opozitës që kundërshtojnë, veprojnë në të mirë, nuk e di për çfarë arsye, veprojnë në të mirë në listës srpska. Kjo më pengon. Edhe diçka të fundit kam për ta mbyllur me pushtetin lokal edhe me atë që po ndodh në Prishtinë. Në gjykimin tuaj kush është fajtori për këtë? Për situatën politike në Prishtinë, për buxhetin, për atë që u shkaktua edhe pak ditë më parë për kaosin, për mungesën e qarkullimit, për atë transportit publik në kryeqytet. Akuza nga dyja palët, por ju si shikoni? Çështja është që qytetarët e Prishtinës kanë vlerësuar ta votojnë përparim Romën. Ta thonë realisht qytetarët e Prishtinës kanë votuar për zotëria Rullat Çekun, por qytetarët e Prishtinës tanë përgjithësi sepse Prishtina është zhveruar dhe është mbi popularizuar dhe tani më kemi një problematik të cilën vetë kryetari e ka problem me vepru përparim Roma, ka çështje të hapura në prokurori, në gjykata, për sheshin, ka miliona, cilën ndonë dhe sheshi nuk është kërkun, realisht, po ashtu kemi blokimet apo mbi punësimet në trafikin urban në Prishtinë, dhe cilën kryetari Roma për shkak të interesave politike apo interesit votës ka bërë shumë lejime gjatë udhëtimit trafikin urban, ka liruar shumë nga pagesa dhe trafiki urban i Prishtinës nuk mund t'i përballojë ato. Aty ka qenë gabimi tina, sepse 13 euro e 50 ka qenë pjesa tjetër mujorja dhe atë ka mbujt se cilë me pagu. Realisht, përveç po foli klasës pjesës sociale dhe invalidore dhe pensionale. Kjo ka qenë një gabim i tina dhe tani më pikë shumë i pasoja. Po ashtu Prishtina nga zotëri përparim Roma të cilën në 4 vjeçarin e kaluar nuk është zhvilluar asgjë, përkundrazi është blloku dhe është nuk i përket një kryeqytetit, sepse nuk ka rrugë qarkulluese, ne kemi
pi orës 7 deri në ora 8 diçka kemi bllokime komplet komunikacionin në Prishtinë dhe nga ora 3:30, aso 15:30 mbas dite, 4 deri në 18:30 kemi pra bllokime gjatë gjithë kohës. Nuk kemi linjat qarkulluese të autobusëve të veçantë, nuk kemi autobus të mirëfillt, realisht ata autobus të cilët janë në linjat private janë ndotësit kryesor të ambientit në kryeqytet, sepse nafta e cila lirohet pa filtrimin e naftës, në nafta direkt, lirimin e gazrave, është një diçka që e ndot ambientin. Po ashtu nuk ka asgjë edhe për lagjet e ndryshme, në përgjithësi nuk ka ndryshuar diçka. Ato parqet të cilat thike për Parim Roma që i kam bërë unë, nuk i kam parë për vetin, në Prishtinë jetoj, por nuk i kam parë, nuk e di se ku i ka bën, ndoshta ndonjë tjetër, po unë sa e frekuentoj Prishtinën dhe si qytetar i Republikës Prishtinës, nuk i kam parë ato parqe dhe nuk kam parë diçka pozitive që ka bërë. Nëse do me bëj sheshin, atëherë duhesh të programosh s'pari rrugët qarkulluese të automjeteve dhe me pastaj veprosh për sheshin. Ajo është, mendoj që një njeri, një architekt, siç e quajnë veten për Parim Roma, mendoj një architekt i mirëfillt, se si thot ai nuk do t'i bënte. Por ka interesat personale, grupore, në kuvend komunal, edhe tani që janë edhe PDK-s, edhe të AK-s, edhe të LDK-s, por ka edhe disa njerëz që mund të përfshihen nga vetëvendosja në ato skena. Dhe mbetet prokurorisë, mbetet policisë, policia e krimeve ekonomike, gjëra tjera të jetoj dhe të shikoj se ku do të vënë. Besoj që për Parim Roma nuk do ta kaloj aq lehtë këtë mandat, dhe të përballet shumë me gjykatën, me prokurorinë, me policinë, dhe kështu që mund të edhe të jap dorëheqje. Unë e parashikoj që ky nuk do ta çon mandatin e tij në 4 vjeçar deri në fund, por mbetet të shikohet. Ndoshta kjo 4 vjet e tjera do të kthjellet dhe do të veprojnë me një qëndrim dhe një veprim tjetër tina ndaj kryeqytetëve dhe qytetarëve të Republikës Kosovës, gjithsesi kryeqytetit, dhe do ndryshon. Po ndryshoj dhe të zhvilloj gjëra të mira, atëherë normal që do ta përkrojnë qytetarë, por prap me dyshja ime është që votimi për Parim Romën ka qenë votim i interesit grupor, disa individëve dhe të cilët kanë bërë pjesë gjë në orën 12 nuk ka pas asgjë realisht në bazë informacioneve të mia asnjë koalicion dhe nuk ka vepruar askush nga votuesit e PDK-s, nuk ka dalë me votua për Parim Romën. Në krejt veprimet kanë ndodhur mbas orës 12 mbas dite. Aty kanë filluar njerëzit të shkojnë, të marrin me vetura votuesit e PDK-s, të dërgojnë në vendvotime dhe të votojnë. Kemi një koalicion intern të heshtur mes LDK-s dhe PDK-s, mes Parim Romës dhe kandidatit të cilën ishte i PDK-s Orhan Ismaili dhe aktor tjerë politik, dhe tani më kemi një kryetar. Shpresoj të punoj, shpresoj të zhvilloj kryeqytetin, por nuk besoj që do të ketë mundësi për shkak veprimeve të kundërligjshme të cilën ka bërë në kohën e kaluar. Prishtina ka humbur shumë me mosvotimin e kandidatit vetëvendosës, Harullah Çeku, jo që është i vetëvendosës, por Harullah Çeki ka pas një plan adekuat për Prishtinën, për zhvillimin e Prishtinës, dhe realisht më vjen shumë keq, më vjen marrë, realisht qytetari i Republikës Kosovës, gjithsesi i kryeqytetit të Prishtinës, që nuk e ka fituar Prishtinën Harullah Çeku, sepse është një ndër njerëz që rroll herë kum taku, po folin nga politika, njeri me pikpamje nacionale, njeri me pikpamje shumë virtyte të reale, dhe njeri që mendon vetëm për zhvillim dhe
ndjemjes për qytetarët e Prishtinës, gjithsesi atë Republikës Kosovës, tani është edhe ministër në detyrë, por nuk kemi një njeri cili vepron për interesat e tina personale. Ai njeri besoj që do duhet ketë, po foli për Hajrullah Çekun, pozicion edhe qeverinë e ardhshme nëse fitohet nga vetëvendosja, dhe do duhet vlerësohet shumë nga Albin Kurti, gjithsesi partia vetëvendosje, sepse është njeri për të vlerësuar. Dhjetori do jetë i nxehtë politikisht, edhe muaji akoma s'ka nisur, kështu që edhe me fushatën pritet të intensifikohet akoma më shumë edhe politikisht, edhe shpresoj që të komunikojmë sërish. Unë të falenderoj shumë, zoti Marković. Ju falenderoj, shpresoj një komunikim në të kohën e ardhshme, por shpresoj që edhe subjektet politike këtë mendimin tim të cilën e bëra publik edhe tani në intervistë për ju, gjithsesi intervistat e para për një mendim politik të hapur i bëj me ju. Falenderoj dhe mendimi juaj është për të marrë në konsiderat jo vetëm në Kosovë, por në Shqipëri dhe në gjitha trevat tona, pasi Mërgata është për të mos thënë burimi kryesor. Së fundi, ju uroj festën kombëtare gjithë kombit shqiptar, edhe për shumë shekuj tjerë, të vlerësojmë vetveten, sepse mos vlerësimi vetvetes është ofendim për kombin, vlerësimi vetvetes nga vetvetja jonë si popull, si komb shqiptar, është një diçka të cilët i parandalon armiqt që të sulmojnë. Bashkohem me mesazhin dhe me urimin tuaj. Të falenderoj shumë. Ju falenderoj për